mos bëj kështu. Kam qenë këtë vaje, për shembull, këtë vaje, atje këllciti telefoni dhe mua... Kërciti telefoni? Kërciti telefoni. Sa kisha pa gjuar këto se celulari nuk kërcet, po a i fiksim me vërtet kërciste. Dhe mua më morën për të bërë një emision satirik. Unë e bërë emisionin, e pan drejtose, se s'po them emrat, edhe e pëlqyen, ishte 20 minuta. Edhe u la që të transmetohesh një ditë tjetër, pas 3-4 ditësh. U anonqua atje, dhe më thanë, ndërkohë ti do të lexosh gazetat mëngjes. Unë i thashë, bëj lapsuse në të lexuar, nuk e kam aftësinë për të lexuar. Jo, do të dalish patjetër, ba me dola mëngjes. Dhe pa pritur, më vjen mjes drejtori, Ardit Gjebrea, bashkë me Blerta Tafanin. Blerta Tafani ishte gazetare atje dhe spikere. Dhe më thot, Arditi Luan, më falë, thot, me mëngjes. Unë gazetat e lexoja në 6:30. Të dilni para bashkim Hoxhës, që bashkimi nuk e merr audiencën asnjë për gazetat. Si jetën dete? Ato, jetën dete. Edhe tha, Luan, tha, nuk do të lexosh të gazeta sot. Po pse? Po pse dhe shumë? Tha, kështu është urdhë, tha. Blerta vum sikletë e shkreta, më tha, më falë, Luan, po s'ke fajti dhe shumë? Ullë Blerta e lexoi hika unë. Unë ktheva në shtëpi. Disa që më prisin të morën telefon, që telefon jo nga këto, nga ato të vjetrit, edhe më tha, po ti tha, se s'po del sot. Që ke verë si gru, më tha njëri modi, që ke se, pa Blerta që ke verë si gru, tha. Edhe i tha shumë hoqen, nuk moqem nga të vaja, dhejta një 4 muaj me sharogën kot, emisionin nuk do të transmetosh. Dhe më vonë mora vesh nga një mik, i edhe jyti, që aji emisionit që a i këshin parë të ishin skandalizuar. Sepse unë isha talë me Berishë, me Nanon, me gjithë, isha bërë emision se isha marrë kronikat edhe bëja komentet e mija. Ti pas ke merituar të shumë nga puna. Edhe më thanë një 4 muaj dhe maj shrogër, si djali mirë, pas e dhe hikesh, edhe unë hika. Po nga kushe kishe pra? Po, kënë ata